Situatë mjaft e rëndë prej 2 ditësh në fshatrat Progrër dhe Mançurisht të Bashkisë së Devollit. Ujërat kanë depërtuar në më shumë se 30 banesa duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Nga ana tjetër, një banore e këtij fshati, sipas kryetarit të Bashkisë Devoll, Eduard Duro, ka humbur kontaktin me familjarët dhe po kërkohet nga forcat e policisë dhe jo vetëm. Situatë e vështirë është edhe në fshatin Çejtë dhe Arës, ku janë dëmtuar këmbët e urave. Situata e emergjencës civile në fshatin Progrër vazhdon të jetë akoma adekuate, pasi prurjet e burimeve dhe nëntokësore të fshatit vazhdojnë të jenë me intensitet të lartë. Është një situatë e cila nuk është përjetuar prej vitesh. Shpresojmë që me paksimin e rreshjeve këto prurje të ulën dhe ne të kemi mundësi për të evidentuar dëmet e shkaktuara nga këto rreshje në këto 2 fshatat të njësisë Progrër, fshatin Progrër dhe Mançurisht, të cilat janë shfaqin problematika nga shumë serioze, pasi edhe një pjesë e banesave të këtyre fshatave është në ujë. Problematika me 3 ura, një në fshatin Çejtë, një në fshatin Arë dhe ura lidhse e Progrërit me rrugën nacionale, pasi edhe ajo ka përshtuar një ulje të një rëskend. Për normalizimin e situatës, po punohet nga forcat e shërbimit zjarfikës, forcat e policisë dhe emergjencave civile pranë institucionit të pushtetit lokal.